Paket, qeveria ka miratuar faljen e mbi 2 miliard eurove detyrime ndaj shtetit. Duket e paimaginueshme. 2 miliard euro para të shqiptarëve, të falura për ata që kanë bërë evazion fiskal, kontraband, shmange të TVSH-s, shmange aksisash, detyrime doganore, korrupsion. Duket i njëjtë koncept në qeverisje që kur kjo forcë politike ka në pushtet. Vlem të kujtojmë këtu vitin 2023 kur borxhi tatimor u rrit 400 milion euro dhe u fal pas një shpjegim dhe argumentim ekonomik. Kur deputetët e opozitës në komision kërkuan listën e kompanive përfituese nga paqja fiskale, ministri i Financave u përgjigj që nuk e ka. Por me shumë gjas mendja të shkon që edhe mund të shihen, sepse aty mund të jenë miqtë e qeverisë, financuesit e fushatave, oligarkët e preferuar, njerëzit që marrin tendra dhe pasi kapen duke vjedhur ndërrojnë emrin e kompanisë. Kjo fjalë është një shuplak për çdo biznes të ndershëm, për çdo sipërmarrës që paguan taksat ditë për ditë. Por më tepër, e ashtu quajtura paqe fiskale nuk është tjetër, vetë se rikthimi me emër të ri i amnistisë fiskale dhe penale, të refuzuar nga Bashkimi Evropian që prej vitit 2020. Le ta shpjegojmë me pak fjalë çfarë po synon kjo paqe fiskale. Pra një kompani që fiton 100 milion euro në vit, tatohet, bën një marrëveshje me organet tatimore dhe për vitin pasardhët paguan 18%. Më shumë. Dhe në qoftë se ka fitim më shumë se 18, kuptohet që reduktohet në 5%. Okej, vijojnë tashmë diskutime në këtë seancë maratone, cila pritet vijojë dhe ditën e nesërme. Mos u largoni, vijoni që ndroni në Euronews Albania për zhvillimin më fundit, por dhe për vijimin e seancës. Bashkë dëshirojmë sërish nesër në orën 10. Deri atëherë kalofshi bukur. Por çështja mbitor është diku tjetër. Për 3 vitet pasuese 2026-2028, këto kompani përjashtohen nga çdo kontroll tatimor. Pra në këto 3 vite mund të deklarojnë çfarë të duan. Mund të qarkullojnë kesh pa limit, mund të frynë shitjet, të ulën fitimet artificialisht pas një rrezik, pas një kontroll. Dhe kur të vijë 2029-2030, ligji ndalon që të kontrollohet ajo periudhë më pashme. Kjo është amnisti. Këtë herë e pagzuar me emrin paqe, për të fshehur një realitet shumë të ashpër të frikshëm për të ardhmen. E ashtu quajtur paqe vulos, ligjërimin e parasë të pisët në ekonomi, legalizimin e qarkullimit të keshit, hyrjen e kapitalit të huaj jashtë kanaleve bankare. Kjo nuk është paqe, është kapitullimi i shtetit përballë evazorëve. Është kurth i ideve të këqija, kur politikat e këqija ushqejnë rritjen e keqe, edhe rritja e keqe i detyron qeveritë të kapura të prodhojnë politika akoma më të këqija. Vijmë te, ekonomia shqiptare është kthyer në një balon gjigant ndërtimi. Luksi që qeveria po e mban me bombë oksigjeni. Një ekonomi që nuk prodhon asgjë, pa eksporte, pa industri, pa bujqësi, pa shërbime cilësore. Vetëm beton, kulla, rezorte dhe qarkullim keshi. Dhe ndërsa qeveria forcon oligarkët, shqiptarët largohen. Dhe qeveria ndërton kulla, qytetarët nuk kanë para për të paguar këstin e shtëpisë. Ndërsa qeveria shet luks, pensionistët s'mundët të blejnë as ilaçet e muajit. Duke vejuar përsëri me pensionistët, kryeministri po përpiqet të ashes indeksimin e pensionit si rritje historike. Indeksimi nuk është as nder, as dhurat, dhe aq më pak hile për të ndarë bonusin në 12 muaj. Pensionistët nuk kërkojnë nder, kërkojnë atë që u takon për vitet e punës. Për çfarë i kanë dhënë këtij vendit? Kërkojnë dinjitet. Kalojmë tek shëndetësia që u premtua falas, por u bë më e shtrenjta Europës. Sot qeveria shpenzon 2.9% të GDP-s dhe pse u premtua 5%. Në 2005 qytetarët paguanin nga xhepi 49.3% të shpenzimeve shëndetësore, në 2023 paguajnë 59.7%, niveli më i lartë në Europë. Ky nuk është sistem shëndetësor dhe as kujdes shëndetësor, është thjesht braktisje. Është privatizimi i heshtur mbi kurrizin e popullatës që nuk mundet. Duket që rinia e hidhur na e ktheni shëndetësinë me pagesë se na kushton më lirë, po zë më shumë vend me shqiptarës. Bujqësia dhe industria gjithashtu janë 2 ura që për shembull, e gjithë pranuar kjo. Bujqësia ka vetëm rënje, fermerët janë braktisur, subvencioni e tyre më i ulët në rajon. Mos harrojmë që fondet e IPARD-it të shpërdoruar aktualisht dhe BE-ja na ka bllokuar dhe 113 milion euro për shkak të korrupsionit. Por gjithashtu kursi i këmbimit ka goditur dhe prodhimin bujqësor, për më tepër eksportin, që tani më nuk janë më të konkurrueshëm e rrjedhimisht nuk do të kemi më produkte shqiptare bio e tregu do të përmbytet nga importi. Kemi industrinë e lehtë. Kursi i këmbimit gjithashtu ka ndikuar rënd.
tek fasonet, ndërsa qeveria vazhdon me premtimet boshe. Më kujtohet në periudha fushata tek kshia Ramën dhe ministrat, tek shkonin tek fasonet, i kapnin qaf, i përqafonin, i putnin, i premtonin shumë. Dhe sot ato janë në një fazë kritike. I thoshte partner, po partner nuk u bën kurrë. Dhe sot përveç rëndimit nga kursi euros, sot Rama i vjen dhe një dhuratë tjetër, do të shtohen pagat. 50.000 lekë të reja minimumi tek sektori privat, shumë mirë. Pse jo, dhe më shumë. Por ama mund të më thoni se çfarë kontributi ka shteti tek kjo rritje pagash? Vetëm për 9 muaj, thot, do t'ju jap 22.9% sa që është kontributi shoqëror dhe pjesën tjetër do ta mbani ju gjatë gjithë kohës. Po mirë, po si ka mundësi që ndërkohë që ti rrit pagat, rrit numrin e administratës pafund, në kurrizë të sipërmarrjes ndershme, këtë biznes po e lën të falimentoj. Dhe mos harrojmë që këto kompani gjenerojnë bin të ardhura pikërisht në Shqipëri rreth 800 milion euro, pa llogaritur këtu dhe miliardat e euro që kanë prurë në vite për këtë sektor. Mos harrojmë që mbi gjitha ky është një problem social. Janë 85.000 punonjës, të cilët nesër do të jenë pa punë. Por Rama këtë nuk e ka në fokus. Kursi i këmbimit është jo real, të gjithë ne këtu në këtë sallë e dinë dhe shqiptarët. Është një mënyrë që kjo qeveri vjedh dhe grabit familjet gjithashtu, sepse gjithë jemi dëshmitarë që familjet sot ndihmohen dhe nga emigrantët. Po ju kujtoj të gjithë qytetarëve, po mbi të gjitha emigrantëve, ju kujtohet në vitin 2013, ku sillnin 100 euro, kishin sjellur 140.000 lekë tek familjet e juaja. Sot 100 euro kushtojnë 96.000 lekë, pa llogaritur këtu çmimet e rritura. Po ka vjedhje më të madhe, ke vjedhur remitancat, çdo euro që hyn në Shqipëri e ke vjedhur me 40%. Dhe thua dhe mburrësh që ke eliminuar borxhin, po normal që do të zbresësh borxhin. Se ti nuk e ke vjedhur në sajt të punës mirë, po e ke grabitur pikërisht ke shqiptarët. Këta dhe ato emigrantët, ke remitancat, ke kursi euros. S'mjafton në kaq. Ndërkohë që popullsia bie, tham që administrata rritet. Po si ka mundësi? Kemi pasur 1 milion shqiptarë më shumë dhe kishim administrat 40% më të vogël. Zvoglohet Shqipëria, rritet administrata. Po ku gjende parat? Ja merrni pikërisht këtyre njerëzve të ndershëm. Ja merrni pikërisht sipërmarrjes. 678 persona, ke raporti juaj, janë shtesa vetëm për këtë vit për 17 institucione, duke filluar nga presidenti, kryeministria. Po mirë, ju keni thënë që me digitalizimin e institucioneve do të paksoni vendet e punës. Po si ka mundësi që çdo vit shtoni me mira vend punës për administratët? Po të gjithë ne e kuptojmë, se si jemi që s'kuptojmë. Janë qoka pikërisht për patronazistët, për ato që janë ndihmuar, që ju kanë ndihmuar pikërisht në zgjedhje. Dhe kjo çfarë ka sjellur? Sot ka humbur shpresa. Mos harrojmë që të punësuarët e pushtetit lokal, ku bët reformën e famshme, tha që do të paksoni. Nga 19.000 keni shkuar në 39.000 vetëm pushtet lokal. 2 fish më shumë. Të punësuarët shtohen, më pak shqiptar, Shqipëri, më shumë burokrat, më pak student, por më shumë militant punësuar. E tmerrshme është, por është e vërtet. Qeveria e mat arsimin me shkollat e reja. Ja thash dhe zonjës ministre, Ministria e Arsimit nuk mund të burret me ndërtimet, por me atë çfarë prodhon, me dijen. Ky buxhet nuk na thot askur do të marrojë ndërtimi. Kemi 52 milion euro, por qytetarët s'kan marrë për 3 vitesh bonus Tiranë. Dhe ping-pongu Ministrisë Financave me Bashkinë vazhdon. Dhe ndërkohë, kemi 2 akse rrugore, të cilat të Durrës Tiranë, të cilët siç na thanë nuk marrën deri në vitin 2029. Dhe vuajtjet për këtë aks me fluks kaq të madh shtohen për qytetarët, shtohen shpenzimet, shtrohet trafiku. Mbaroj fjalinë. 1 minutë lutem. 1 minutë. Kemi ndërkohë dhe për portin e Durrësit, 152 milion euro. 152 milion euro për një port të ri, kur kishim një port tonin. Nuk po diskutojmë grabitjen se ndoshta do kemi rast tjetër dhe koha nuk mjafton. Po u grabit një port për t'ju dhënë një miku, si Alabari, me një vlerë 3 miliard euro, dhe flitet të vit nga xhepat e shqiptarëve do dalin 152 milion euro. Dhe në vitet do jenë 2 miliard të tjera, 5 miliard pa llogaritur. Pikërisht taksat e pushtetit lokal të Durrësit janë 231 milion euro. Po ku e gjeti Rama? Në baçën e tij që paratë e shqiptarëve dhe qytetarëve të Durrësit ja fal Alabarit? Po si ka mundësi që villet
në mes të ditës, 152 milion euro të neruar qytetarë, do të shkojnë për portin e ri, një port që s'dihet se kur do të përfundoj, s'dihet se kur do t'i kthehen benefitet. Dhe prandaj jemi kundër këtij projekt buxheti, jo vetëm për paketën fiskale dhe për çdo gjë. Dhe i bëjmë thirrje të gjithëve qytetarëve. Kuptohet që është moment i vështirë për gjithë, jo vetëm për opozitën. Mos u dorëzoni, reagoni. Faleminderit. Faleminderit, zoti Cara, fjalën e ka zonja Ekonomi, Milva Ekonomi. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë, të dashur qytetar, në fakt sot diskutojmë projekt buxhetin e vitit 2026, më i lartë historik, si dokument themelor që përcakton si do të funksionojë ekonomia jonë, si do t'i mbrojmë qytetarët, si do t'a çojmë vendin drejt zhvillimit që meritojmë, drejt majës Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Është një moment i rëndësishëm jo vetëm financiar, por dhe politik, sepse buxheti është pasqyra më e qartë e vullnetit tonë për të qeverisur me përgjegjësi. Është e vërtet që ne sot kemi një ekonomi që rezistoi goditjeve, por ekonomia jonë nuk e ka luksin të relaksohet. Edhe pse tregoj qëndrueshmëri në kohë të vështira, dhe këtë na e thon partnerët tanë ndërkombëtar, FMN, BAM Botërore, Bashkimi Evropian apo agjencitë si Moody's dhe Standard & Poor, ky stabilitet nuk është i vetkuptueshëm. Ai është produkt i reformave, disiplinës fiskale dhe prioritizimit të shpenzimeve publike. Aktualisht, sfondi i ekonomisë globale, siç na bën të ditur World Economic Outlook i FMN-s në tetor të këtij viti, po përballet me ngandalësim të rritjes, tensione gjeopolitike dhe politika monetare të shtrënguara. Këto zhvillime ndikojnë te çmimet, tregtia, siguria energjetike dhe investimet. Ndaj Shqipëria nuk mund t'ia lejojë vetes të jetë spektatore. Pikërisht për këtë arsye, projekt buxheti i vitit 2026 është një akt politik i domosdoshëm. Ai mbron qytetarët tanë nga luhatit e tregjeve ndërkombëtare, forcon rezistencën e ekonomisë dhe na pozicionon në rritje të qëndrueshme. Ky buxhet tregon se në një botë të paqëndrueshme Shqipëria zgjedh stabilitetin, në një treg global të paparashikueshëm qeveria zgjedh investimet dhe punësimin, në një klim ndërkombëtare të tensionuar qeveria